Atëherë, të nderuar përfaqësues të mediave, qytetarët e Republikës Kosovës, tani më jeni dëshmitar të një tendence të skajshme, jashtëzakonisht të dëmshme për Kosovën, të mos konstruimit Kuvendit të Republikës Kosovës. Me datën 8 korrekt, siç e dini, janë certifiku rezultatet e zgjedhjeve të parakohshme. Ka kalua fati kushtetues, sot janë 30 ditë. Dhe sot kur është dashur krejt qytetarët e Kosovës presin që institucionet e Kosovës të konstituohen, që kuvendi të jetë funksional, të zgjidhet kryetari apo kryetari dhe anëtarët e kryesisë, sot del kryetari i lëvizjes vetëvendosje dhe i thotë qytetarëve e Kosovës na duhet ende kohë. Po të më në burë kohë 30 ditë me diskutu me partit politike për me artë një marrëveshje politike. Po në qoftë se ka qenë qëllimi për me dalë prej këtij rrethi vicioz 2 vjeçar, pse nuk e fol me partit politike për presidentin e Kosovës, se nyja problemi thelbësor nuk është tek qeveria, nuk është tek kuvendi, është tek presidenti, po e ke neglizhu deri këtë ditë. Ai e ka dhënë me procesu, me kriju edhe një rast gjykatë kushtetuese që ende me e shty procesin e konstituimit. Kjo është pa përgjegjësi totale e partisë që i ka fituar zgjedhjet, është shkurt edhe shqip taktik me marrë në pazar politik, me marrë edhe pa kohë, me ble edhe pa kohë, në mënyrë që me marrë të 3 institucionet të cilat ashtu kështu nuk i takojnë një subjekti politik se si ka vojë. Alianca për Autonominë e Kosovës e ka qëndrimin publik, i ka të paraqitura propozimet, kërkesat të cilat janë të njohura si 6 kërkesat e Aliancës. Asnjë fjalë nuk është fol për 6 kërkesa. Dhe sot, kur të gjithë sytë e vesht e qytetarëve të Kosovës, e shtetit Kosovës janë tek kuvendi për me konstituu, sot del e thot mënyrën ma pa përgjithshme të fundshëm na duhet ende kohë, e ka pas 30 ditë kohë për me mujtë me artën e marrëveshje politike. Ju falenderoj. A bën një pjesë në dërgullën dhe në gjykatë kushtetuese pasionistë për përfundon mandat afati për konstituimin e kuvendit? Spari me sa diun e ju mbo 30 ditë. Mu i korrek i ka 31 ditë, sot ju mbo 30 ditë. Pra sot është afati i fundit. E dyta, ka disa interpretime që lidhen edhe me mandatin prej kur certifikohen rezultatet, po edhe prej nisjes së seancës në vendimin e gjykatës kushtetuese. Kjo duhet po, kjo nuk është tema. A kuptoni që nuk kemi të bëjmë me një problem kushtetues? Këtu ka problem me një logjik autoritare për me mujt me i marrë të 3 pushtetet, presidentin, qeverin dhe kuvendin. Nuk kemi të bëjmë me krizë kushtetuese, s'ka krizë kushtetuese. Është e pastër sikur loti procedura dhe është situata jashtëzakonisht e lexueshme. Pa i ka prit krejt Kosova sot me konstituu kuvendi me fillu me funksionu shteti. Kjo nuk ka të bëj me krizë kushtetuese. Kjo ka të bëj me tendencë të vazhdimit, të lodhjes, po ne nuk do të lodhemi. Ju falenderoj. Zotëri Tahiri, veç ngritë shqetësimin se brenda janë deputet që kanë postën e ministrit, sa qëndron kjo, a keni marrë informata të tillë? Shiqoni, ligji për qeveri nuk e lejon asnjë zyrtar publik të emëruar këtë rast ministër të ulet në 2 karrika, s'ka logjik. Unë kur kam qenë zavend kryeministër kum jap dorëheqje kur jam betu, kur jam nënshkruar. S'ka kurfar logjike. Kjo është absolutisht e papranueshme dhe kjo nuk duhet ndodh. Tash na nuk i pam apo ulen ministrat nulse apo jo. Mirë, po sot u betun, sot do doj të gjithë deputetët që janë në ulse të ministrit do dojtë të dhonë dorëheqje për shkak se janë betue me betimin e nënshkruar që sot e ka marrë kuvendi i Kosovës që janë deputet. Dhe ti smunesh me qenë edhe deputet, edhe ministër. S'ka askun në botë që se nuk ka sistem politik. Ka sisteme politike që mujnë me qenë.
Në Angli mund është me qenë deputet dhe minister. Po jo në Kosovë, s'ka qenë kjo praktik dhe kjo praktik, si shihet, është edhe një tendencë tjetër domethënë me vazhdu me sistemin e ushtruesve detyrës në qeveri. Ju faleminderit. Pra dëgjuam liderin e PDK-s Betri Hamzën dhe Besnik Tahirin, deputati zgjedhur i AK-s, lidhur me qëndrimet e fundit pas ndërprerjes së seancës konstitutive, të cilët e kanë quajtur të papërgjeshme dhe abuzim me pushtetin dhe pozitën brenda Kuvendit të Kosovës, qëndrimet e sotme dhe ndërprerjen e seancës së sotme. Artan, si isha edhe qëndrimet e partive opozitare, por edhe ndërprerjen e seancës konstitutive, cilën e diskutuam edhe pak më herët. Po nuk ka çfarë flitet shumë, është shumë e qartë, pra është e vërtetë që është një abuzim edhe me ndjenjat e qytetarëve, sepse këtë e kemi, pra është viti i dytë, është krejtësisht absurd, pra atë që është absurde sa që është vërtetë edhe që flitet në mënyrë normale për këtë situatë, pra që pas gjithë kësaj kohë të kërkohet kushtesë sot, është krejtësisht e pafalshme, por kjo është ajo që din ta bëjnë, pra nuk din të bëjnë punë të mira, din të bëjnë vetëm kësi gjë. Po shkojmë me zonin Zemaj dhe pastaj rikthehemi. Gjithsesi. Në rëndësi në kohën mirë. Si e komentoni ju ndërprerjen e seancës për konstituimin e Kuvendit? Vendimi i gjykatës kushtetuese i vitit 2025 që flet për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit, ju kujtohet ai ngërçi i atij viti, brenda 30 ditë duhet që Kuvendi i Kosovës të jetë i konstituuar, që nuk kupton zgjedhjen e kryetarit dhe të nënkretarëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Çdo interpretim tjetër na fut në krizë kushtetuese, se çdo shtyrje nga 30 ditëshi që nga data e certifikimit të rezultatit zgjedhor, që nëse nuk gaboj ka qenë data 8, ndërsa sot është data 6 që i vjen 30 ditë kalendarekte. Kur ti thatë që po kërkon kushtesë për eventualisht bisedime, a keni shpresë që mëna vitës në bëni marrëveshje mes PDK-s dhe vendosjes? E gjitha koha kushtetuese është në ditën e sotme, sipas interpretimit dhe gjykimit tim, nëse hymë në një fazë tjetër që nuk ka interpretim shtesë të vendimit kushtetues, ose nuk ka dhe sankcion që besa, është sankcionet, ju dini që nuk ka ndonjë sankcion për momentin për shkeljen e vendimit të gjykatës kushtetuese, vetëm vendimet që janë morale dhe gjithmonë kanë qenë të zbatueshme. Shpresoj dhe besoj që brenda ditës së sotme mund të ketë ndonjë lëvizje pozitive, por mbetet të shohim çka është ajo, ka ose nuk ka, po votat për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit mendoj që i takojnë gjithmonë shumicës parlamentare dhe si pozicion politik. Është LDK-ja në pjesë e këtij skenari për ndërprerje të seancës konstitutive? Jo, ne nuk kem qenë as të njoftuar, nuk kem qenë as të informuar, këtë çka ka rrjedhë patë edhe vet nga seanca kuvendore, ku ishte e pritshme vetëm